Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jemi sonte këtu në Imperial House, ku janë mbledhur mbështetës të kandidatit për senator në shtetin e Michiganit, zotit Renis Nushaj. Janë miq të ftuar, por edhe mbështetës të tij, pavarësisht të orientimeve partijake, pavarësisht të përcaktimit të tyre ata ndihmojnë një kandidat shqiptar. Ren Nushaj kandidon si përfaqësues i Partisë Demokrate për senator në shtetin e Michiganit. Dhe ky event është një event fond mbledhës. Pra, eventet fond mbledhëse janë evente në të cilët njerëzit suportojnë me donacione kandidatët e tyre për të arritur qëllimin e tyre për të zgjedhur pikërisht në pozicionin që ata dëshirojnë. Në këtë takim morën pjesë, kurse thash, mjaft mbështetës edhe të shoqatës si duhet të jetë diaspora, shoqata e cila bëri dhe suportin e këtij eventi. Natyrisht ne ishim këtu me kamerën tonë, regjistruam fjalimet e mbështetësve dhe fjalimin e Ren Nushaj si dhe të kandidates për sekretarinë e shtetit të Michiganit, Suzana Shkreli. Është e rëndësishme që shqiptarët të mbështesin kandidatët shqiptarë, të jenë ata përfaqësues politikën lokale dhe politikën amerikane, sepse kështu ne do të arrijmë të mbështesim më tepër dhe interesat e vendit tonë në vendlindje. Welcome. Thank you so much for coming to our fundraiser to support Ren Nushaj for Michigan State Senate District 9. We will have some speakers come up, but really quickly, a housekeeping item. On the literature that Ren has on the tables, as well as his business cards, the QR code to donate is not working. So I went around and I put photo paper cards with a QR code that has an AB in the middle of it. That QR code is working to donate, if you so choose, as well as RJ over here. Say hi, RJ. RJ can also take donations, so thank you so much. We are going to have a few speakers tonight, and we are going to start it out with Olti Kadziu. Good evening, everyone. Mirëmbrëma gjithë, faleminderit që jeni mbledhur dhe jemi këtu për të suportuar Renisin dhe gjithashtu Suzana Shkreli që ka këtu në dhomë. So, another one. Thank you. Desha të falenderoja disa 2-3 falenderimet vogla. Falenderimin më të madhe ka Imperial House, që anulloi atë dasmin që kishte për ne dhe la sallën në dispozicionin ton. Do falenderoja gjithashtu organizatorë të tjerë, vullnetarë të tjerë që bën këtë darkë të mundur. Por falenderimi më i madh është për ju. Falenderit që ju jeni këtu sot dhe kuptoni rëndësinë për të suportuar, për të ndihmuar Renisin, Suzanën, apo Robertin diku tjetër në një event tjetër në të ardhmen. Sot është darka e Renisit. Sot është mbrëmja e Renisit dhe do përpiqemi sa të jetë mundur të ndihmojmë Renisin. Disa fjalë, ne jemi komb që jemi shumë krenar. Jemi krenar për ujin që kemi, për gurat që ne ka falur Zoti. Jemi krenar për pemët që rriten në Shqipëri, lulet. Jemi krenar për këngët e burrave që i këndojnë burrave pa ndonjë sexual orientation. Këngët e grave që i këndojnë nuseve, pavarësisht. Another one. So, por jemi krenar për çdo gjë që ne jemi. Jemi krenar për çdo gjë që ne bëjmë. Jemi krenar për të ardhmit, për të ata që na kanë lënë. Jemi krenar për brezin që na ndjek. Gjithashtu, ne jemi krenar për arritjet që kombi jon ka. Dhe sidomos jemi krenar për individ të cilët
përpiqen për arritje akoma më të mëdha. Në çdo gjë që e bëjmë si kom, besoj që e bëjmë me një krenari të veçantë. Kur pastrojmë me qef. Kur lyhem me qef. Kur gatuajmë në restorante, gatuajmë me gëzim, me qef. Dhe jemi krenar për gjithë këta individ të komunitetit tonë që janë të suksesshëm këtu në Amerikë. Janë të suksesshëm në ndërtime, janë të suksesshëm në restorante, janë të suksesshëm në hair salons, not mine, but some. Dhe ka ardhur koha që ne të jemi krenar jo vetëm për bizneset që shqiptarët kanë ngritur në këto 50-60 vjet e fundit në Amerikë, po ka ardhur koha që komunitetit tonë të shtohet një krenari tjetër. Një krenari që do të përfaqësoj zërin e komunitetit në instancat më të larta të politikës amerikane. Duke folur në Renisin, në Senatin e Amerikës, në Senatin e Michiganit, një nga shtetet me influencë shumë të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht edhe Suzanën, që do jetë një nga nderet e komunitetit tonë në Sekretarinë e Shtetit të Michiganit, duhet të përgëzohen këta individ që kanë marrë guximin, që kanë vënë dorezat e boksit dhe kanë dalë në arenë për të luftuar, për të fituar çdo votë që është e mundur në mënyrë që të përfaqësojnë komunitetin ku ata jetojnë dhe sigurisht që do na bëjnë dhe ne akoma më krenar se kemi një zë që përfaqëson shqiptarët në Amerikë. Në qoftë se mundeni, përpiquni sa më shumë të jetë mundur që të ndihmojmë këta individ të cilët kanë marrë këtë guxim për të dalë në arenën e boksit të politikës, për të përfaqësuar idealizmat e tyre dhe sigurisht që do jetë një përfaqësi nderi për komunitetin tonë shqiptar. Sot lutem, ndihmoni. Renis, të urojmë suksese. Suzana, të urojmë suksese. Dhe jam më se i bindur, i vetmi faktor që shqiptarët nuk janë krenar, janë politikanët. Jemi krenar për gurët, për jo për politikanët. Shpresojmë që juve do na bëni krenar. Faleminderit. Përshëndetje. Unë të them fjalimin në anglisht. Ladies and gentlemen, cherished friends, welcome. Your presence here tonight is a testament to your commitment to our shared values. Together we have shown that when we unite as a community, we can make a profound difference. Your contribution will fuel this campaign. Together we have proven that we are stronger and more resilient. Thank you for your unwavering support and thank you for being here tonight. This should be something. And now I have the big dilemma. Should I continue in Albanian or in English? I don't know. We cannot do a voting about it. Albanian. Sure. So faleminderit gjithëve që jeni këtu sot, në këtë mbrëmje të zakonshme janarin Michigan, që keni ardhur, ne të gjithë mund të ishim në 10 vende tjera, po kemi vendosur që të jemi këtu. Duhet filloj duke falendëruar së pari Olti Kadiun dhe Leo Çavushin, të cilët e vizionuan dhe e bën të mundur këtë mbledhje tonën sot. This should be something. E di Olti dhe Leo se kjo kërkon shumë mund, kërkon shumë mendje dhe ka dhe shumë stres. So faleminderit shumë të dyve ju. Nga ana tjetër, duhet falenderoj Ristalin, i cili ka ofruar biznesin, financat dhe këtë vendin për ta bërë këtë gjë të mundur sot. Erisi është një nga ata që punon komunitet pa u dëgjuar shumë, pa qenë shumë bravado, po gjithmonë bën atë që duhet. Ne duhet kemi shumë më tepër njerëz si Erisi në komunitet. So let's give him another round of applause. This should be something. I think I'll continue in English for a little bit. So there is this great Greek philosopher and statesman as well. His name was Pericles, who said, just because you don't have an interest in politics does not mean that politics won't have an interest in you. What that means is that there are two choices. Either you are at the table where decisions are being made, or you are not in it. We can go back to our history, to our nation's history, and we can see that most of the times we have not been in that table. We're not present, and decisions were being made without us being there. This circle of elections, we have the good luck that we have 3 candidates
They are throwing their hat in the ring, in the words of great Teddy Roosevelt, to do exactly what we want, to represent us. One, Rennis in the Senate, Michigan Senate, Miss Craley here, becoming Secretary of State for this great state in America, and also Roberto Giurai running for the 10th district in the Congress of the United States. We should all support them. We should not seek or see after ideology, but we support them as Albanians. And this should be something that we always need to keep in our mind. Our party is Albania, the great Mithat Frashi said. And then we should support Albanians in any way that we can. Now, let me tell you a few words about Rennis. I've come to know him better in the last couple of months, closer and better, I would say. Okay, and I absolutely believe that he's the right man to run for this position. And he will bring our voice in the Michigan Senate. We wish him a lot of luck in this battle that, in a sense, is not easy. But with our support, and the support starts there at the wallet, frankly speaking, okay, he can make it. So let's give him another push, and we'll do the rest for us. Okay? Thank you very much. Thank you everybody for being here. Faleminderit shumë Silva. Mirë mbrëma të gjithëve. My name is Susanna Shkreli. I am a proud Michigander. I am a proud Albanian American. And I'm proud here to be tonight with Rennis Nushai and all of you in support of his campaign. As many of you heard, I have launched my campaign for Secretary of State. I am running because I believe in great customer service. I grew up in my family's restaurant, working alongside them many, many years. To this day, if I'm at the restaurant and I see somebody waiting a little bit too long, I got to get up and get them a menu and some water and some coffee. It's just in my DNA. So I want to make sure that this office is more accessible to Michiganders, as hardworking people like all of you, to make sure that you can get your license fast, that we're not waiting too long for election results, and that I want to push forward to expand walk-in hours for seniors. And I also believe in protecting our elections, because we come from areas of the world where free, fair, and independent elections isn't always guaranteed. We come from an area where we were forced to Slavicize our last name, where we couldn't speak our language. And so this country affords us the opportunity to live freely and independently, and I want to make sure we're sustaining our way of life. And so my race, I have a convention, and that requires votes. And so I need everybody to sign up with the Democratic Party by March 20th in order for you all to come by April 19th to vote for Susanna Shkreli. Thank you, thank you. I have a website on the back of that card that I handed out to many of you, and I will hand it out to all of you. SusannaShkreli.com. It goes through the process of what you got to do. You got to sign up with the Michigan Democratic Party. You don't have to have been a Democrat. You just got to come that day to come vote for me. So sign up with the party and then commit to vote for me on April 19th. You got to come to Cobo Hall, and if you need help getting there, we're happy to help you as well. And I need you all to come. It would mean the world to have your support that day. And if we can get enough members of our community to vote for me, we can definitely win. Okay, so thank you so much. Now, also on the back of that card is a QR code and a website. You can donate to my campaign. We need to raise money in order to win, so please consider making a donation as well. And I want to take just a couple minutes to talk about Rennis Nushai. Okay, Rennis Nushai has been an attorney in this area for many, many years, and I've had the great privilege of meeting him and working with him in the courtrooms in Macomb. I haven't practiced law in many years, but he's an honorable man. He's a great attorney. He's a fighter, and he is a wonderful representation of what our community is. And so it's important for everybody to really support him, because he's going to win, okay? And he's going to be the first Albanian American elected to the state senate in our great state of Michigan, and that is something that we should be very proud of. What we also need to do is help him. Now, we can donate, but we also are going to need to help him knock on doors. We got to knock on doors. We got to talk to people about him. We got to phone beg for him. We got to get to as many Democrats that are coming to vote for him in August to come out and support him. So please sign up how you can. I'll be with him knocking doors. I'll be with him on the phone. I will be with him along the way and helping him get elected. So please do all you can to make sure he gets across the finish line. Thank you so much.
Good evening. Thank you so much to all of you for being here, first of all. And I'm going to break into Albanian as well. I first want to thank my friends, and there's a lot of you in here, but I want to thank especially Leo Qahushi, Oltika Diu, Tinza Loshnja, Michele, Andi, gjithë kjo tavolina këtu në veçanti, for organizing this event. But all of you for taking time out of a Saturday evening to be here. It means the world to me. And I have some lovely advice for each and every single one of you. At least once in your life, you need to run for office. I highly recommend it because, you know, the work of running for office, the day-to-day stuff can be a little perplexing, not the greatest experience known to mankind. But every once in a while, you will land on a Saturday evening in a room like this with some people that you've known all your life, some people that you've known for, as I have, for 20, 30 years, some that I've met all too recently, and they'll say wonderful things about you, and you will realize that this is precisely the room that you want to be in, and these are precisely the people that you want to share God's green earth with for the rest of your days. And you are precisely those people for me. Thank you, all of you. Now, with respect to also running for office, and my friend, one of my favorite cameramen, and I have two of them, three of them, but Joe can confirm this. A couple of days ago, we were having a conversation with a gentle lady whose name is Lee, and Lee did a video where she was articulating her reasons for supporting this campaign. And it was very interesting. At one point or another, she said, well, you know, she asked a question, she answered it herself. Her answer was similar to my answer, but I would like to give you the question that she posed and give you the answer as well. The question was sort of like what we have to think about. She said, why would we want to elect an attorney and why would we want to elect an Albanian American for the Michigan Senate? And she gave the answer, and the answer that I will give you is not too dissimilar from hers. And I said, well, I think I'll take him backwards. I said, Lee, you want to elect an Albanian American to the Michigan Senate because usually Albanian Americans have a very good trajectory and historical understanding and perspective in identifying and fighting corruption. Because we've been around it all our lives, right? So we've been around it all our lives. We can spot it a mile away. And usually we're pretty geared to do something about it or at least deal with it in some way, shape, or form. And if you ever wanted to articulate a vision for how to do so, I imagine you would want to hire an attorney for the job. And this also comports with my notion of what we have in the Michigan Senate, which is 38 members, only one attorney. In the Michigan House, we have 110 members, state representatives, only 3 attorneys. And I always have this conversation with anyone that I can. I say, how do we expect any solutions to come from our state Senate? How do we expect any solutions to come from our state representatives when they're in a body that's supposed to pass laws, but there's barely any attorneys? And I'm not sure that we need too many attorneys, but perhaps more than 1 or 2 are necessary. And so in looking at this Senate seat and in looking at this cycle that we have going in front of us, when I decided to run for office, was it a decision that we took on lightly? I don't know that my wife is fully supportive still. I mean, we're still quarreling with respect to that. But I think, I imagine I had the same experiences that each of us have every day, which is I would get out of my house every day and I would be identifying corruption every day. Where I identify corruption is the following way. I look at these roads of ours after, I don't know, 8 years of building the damn roads and so many years before then of continuing to build the roads. And the roads are still terrible. And then doing what I do, I know, for example, that here in Macomb County, our budget is something to the tune of $1.5 billion every year. In Oakland County, the budget is $1.1 billion. The city where I live in, where our family lives in Troy, the budget is $200 million every year. That's what we spend on ourselves, right? On all the needs, desires that we have. And then Sterling Heights, $300 million, and you can just keep plugging the numbers. And I always ask a question to everyone that I'll run across, which is, does it feel as if you live in a community that spends billions of dollars on itself, right? And I imagine each of us will answer the question the same way.
No, it doesn't feel like you live in a community that spends billions of dollars on itself. Because if you spend billions of dollars on yourself, and at the very least the roads would be nice, right? Everybody would have health insurance. Everybody would have auto insurance worth having, right? Not the kind that we currently have, which usually doesn't cover anything. And that's, and you could go down that path, and this is how you identify that whatever money that the government is taking from us is not being utilized in the way that it should be utilized. And this problem, it can be resolved in the state Senate, can be resolved in the legislature, because we have a program that's called revenue sharing, which is when our government takes away our taxes, they're supposed to then reallocate all that funding and bring it back to our communities, to the cities where we live in, right? Well, it doesn't. Some time ago, the gentleman that I'm running against, whom most of you have never heard of, because even though he's been in office for 4 years, he's completely unknown. He's never done anything. That gentleman decided along with his friends that it was better for them to spend the money as they saw fit, as opposed to bringing it back to our community. And it matters little, in my mind, what political persuasion that man has when the result is precisely this, which is your taxpayer dollars not going where they should be, not going to our community, not going to our friends and our family members, our neighbors, our cities, nowhere like that. So that's why, among others, I decided to run for office. And now I'll switch to Albanian. Doja t'ju thosha gjithashtu faleminderit edhe një herë nga fillimi për gjithë mbështetjen tuaj. Unë jam koshent për faktin që shumë prej jush këtu nuk ndajnë filozofinë time politike ose partisë time politike. E gjithsesi keni ardhur këtu. Ajo nuk ka kompliment më të madh që mund t'i bëhet një individi, përveç se edhe atëherë kur në bazën e filozofisë politike ka një dallim mes nesh, ju gjithsesi jeni këtu dhe mbështesni këtë fushatën time. Ajo është diçka e vyer, unë e vlerësoj tej mase dhe më thotë që marrëdhënien që kemi me njëri tjetrin, dhe që të mbajmë dhe kur jemi me njëri tjetrin, dhe marrëdhënien që do kemi për tërë jetën. Dhe unë ju falenderoj tej mase. Faleminderit. A couple of acknowledgements of some fine individuals that are here, and one final thing, the ultimate things. We have here with us Council Member George Higgins, my friend George, Council Member in Fraser. Thank you, George, for being here. Of course, we have Susie, and you heard from Susie, and I thank you, Susie, for being here and for always being here. As well as my friend Rhonda Yates, who is running for House District 56, in Rochester Hills. I should know, right, of all people. Thank you for being here. Thank you for your support. And then the one thank you that I wanted to reserve for the end, which is to go along with the fact that obviously the food is prepared and is ready for you. I wanted to thank Ermirin, do ta falenderoj Ermir, faleminderit për gjithçka, për supportin, për mbështetjen, për këtë që bën Erisin, Ermir. Ne jemi gjithë shqiptar, prandaj shkem kalojmë nga emri në emër. Faleminderit Eris për mbështetjen, edhe faleminderit veçanti Benit, sepse Benit ti nuk e di, po unë nusën e kam nga duke se ka emrin Lesha. Dashur teleshikues, jemi këtu me kandidaten për sekretarinë e shtetit, Suzana Shkreli. Suzana, we are all happy that we are having Albanians involved in local and in general politics. And one of the candidates are you for the Secretary of State. And you were together here with Renis, because he belongs to your party, the same thing. But we as Albanians want our community to be represented. And how do you feel about this sentiment? Yes, well, thank you. I'm pleased to be here tonight at Renis Nushai's fundraiser at Imperial House, which is an Albanian-owned business. I'm really proud of our community for stepping up and wanting to serve, from Rob Donovic, who is a Livonia City Council member, to Robert Lujurai, who is running for Congress in the 10th District, to my friend Renis Nushai, who's running for State Senate. It is important for us to be involved, to be civically engaged, and to be in places where decisions are being made about
our lives, our businesses, our taxes, what have you. So it's an incredible moment for us. I think where Albanians can come together to support candidates that they support is a beautiful thing. It would be nice to have representation and for us to make history as a community in all different facets. Myself, I need people to register with the Democratic Party to come vote for me on April 19th. I'm also having a fundraiser at Villa Penna. Would love to have you there. And I'm just really excited about the opportunity to serve Michigan and to continue my long-standing service to the people of the state. How is the campaign going? It's going well. We have a lot of support. We're receiving a lot of endorsements. I'm campaigning full-time, so I'm a full-time candidate. I am meeting people all across the state, raising money, and would love to have your support because I think that's going to help us get to the finish line. This race, this primary is going to be determined at a convention. So I need people to register with the party before March 20th to come to Cobo Hall, Huntington Place, on April 19th and to cast their vote for me. Të dashur teleshikues, kemi këtu doktorin Gentin e mirënjohur për të gjithë komunitetin ton. Genti, si e vlerëson këtë seancë mbështetëse fundraising for Renisin? Faleminderit Rafael, të përshëndes, një vit të mbar për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, një vit të mbar për gjithë komunitetin shqiptar. Këtu është kënaqësi e madhe që të mblidhemi dhe të shikojmë këtë komunitet së bashku për të festuar dhe mbështetur kandidat që, siç e thanë edhe parafolësit, do jenë krenari për komunitetin tonë. Do jenë një zë i vyer për ne. Do përfaqësojnë me dinjitet jo vetëm komunitetin, por edhe shtetin e Michiganit, edhe shtetet e bashkuara të Amerikës. Unë ju uroj atyre suksese dhe dëshiroj që të gjithë së bashku, jo vetëm këta që janë sot këtu, po dhe ata që na ndjekin nëpërmjet televizionit tuaj, të tregojmë mbështetjen tonë për ta kandidat që vërtet do jenë një dritë dhe një shkëndi për të ardhmen e gjithë rinisë shqiptare brenda komunitetit tonë, për të shtyrë dhe për të bërë dhe për të vazhduar një mision që do ketë një vlerë të madhe, jo për këta që janë këtu, por edhe për atë dheun tonë që ne e përfaqësojmë dhe jemi krenar. Dashur teleshikues, jemi këtu me zotin Artan Glavata, të cili ka qëlluar bashkëqytetar me mua nga Durrësi, por këtu jemi për të suportuar Renisin. Si e vlerësoni faktin që shqiptarët kanë nevojë tashmë të angazhohen në politikën lokale dhe të përgjithshme amerikane? Është domosdoshmëri. Është gjë mëse e domosdoshme. Ne jemi gjithë këta shqiptarë në këtë komunitet mëse vital në shtetin e Michiganit, edhe për fat keq nuk kemi përfaqësues në kuadrin politik. Shqiptarët kanë gjithë këto biznese, ka ardhur koha që edhe është për të adhuruar Renisi, Suzana, Roberti, që marrin iniciativën të konkurrojnë në përgarat e instancave më të larta të politikës së shtetit Michiganit. Kështu që për sa i përket Renisit, unë jam shumë impresionuar, me sa di është një djalë që ka ardhur në moshën e re këtu, i edukuar në shkollën në Shqipëri deri në shkollën e mesme, këtu ka vazhduar studimet, ka mbaruar për avokatur, ka punuar, ka praktikuar avokatin, ka punuar si avokat në qytet, edhe ka një reputacion shumë të mirë, edhe më bëhet shumë qefi që po konkuron edhe përfaqëson veten si shqiptaro-amerikan, edhe unë jam me fat se sa banoj në Rochester. Rochester është në distriktin 9, në distriktin e Renisit, edhe do bëjmë të pamundurën që ta ndihmojmë jo vetëm se është shqiptar, por edhe për idetë që ka, për aftësitë që ka, për programin që ka, edhe do inkurajoja gjithë shqiptarët, gjithë njerëzit, gjithë shoqërinë që jeton në Rochester, në Troy, në Sterling Heights, të bëjnë të pamundurën të kontribuojnë e të përkrahin kandidaturën e Renisit. Pika e parë do jetë brenda konkurimit brenda Partisë Demokratike me 4 gusht. Nëse ai fiton atje, besoj se ka një shans shumë të mirë kur të bëhet
vota e përgjithshme me 4 nëntor për të zgjedhur e për të përfaqësuar si senat i distriktit ton në senatin e Michiganit. Të dashur teleshikues, jemi këtu me sebepçiun që na ka mbledhur sonte, Renis Nushajn, është një fundraiser nga komuniteti shqiptar për kandidaturën e tij për të zgjedhur në senatin e shtetit të Michiganit. Renisi kandidon në emër të Partisë Demokrate, por nuk e ka problem për të kundërshtuar apo dhe ato parime të cilët mund të shkojnë drejt për drejt me gjendjen e komunitetit tonë, si që është problemi i rrugëve, apo problemi i insurancave apo taksave, sepse ai ka një këndvështrim të veçantë që në Michigan mungojnë juristët në Senat. Çfarë ju sjell Renisi Senatit të ri, nëse do zgjidhet? Rafael, faleminderit shumë dhe faleminderit për televizionin shqiptar që jeni prezent këtu sot. Sot ishte një mbrëmje shumë e këndshme. Dhe faleminderit për gjithë komunitetin tonë që erdhi këtu dhe na mbështeti. Ishte një pjesëmarrje ishte mahnitshme, salla u mbush plot dhe jam shumë falendërues për gjithë komunitetin. Jam dakord me ty që parimet tona janë parimet që kemi sjell me vete nga vim dhe që na kanë bërë që janë parimet shqiptare. Detyrimisht edhe mbështetje që kërkojmë nga komuniteti jonë është mbështetje në bazë të atyre parametrave dhe jo atyre partijake, sepse neve jemi shqiptar para të gjithave dhe jemi shqiptar pa dallim fe, krahinë dhe ide apo. Në lidhje me komunitetin tonë, ky komunitet ka shumë nevojë për ndihmë në senatin e shtetit tonë. Ka nevojë që të ketë një zë në legjislaturën e shtetit tonë në mënyrë që të jetë dikush atje që është i predispozuar që të japi ato përgjigje dhe të komunikoj me këtë komunitet ashtu sikurse ky komunitet e meriton, e ka merituar për shumë vitesh, por që nuk ka pasur fatkeqësisht një person atje të komunikojnë në atë mënyrë, që të kontribuojnë në atë mënyrë për komunitetin tonë. Ne jemi me vonesë krahasim me shumë grupe të tjera etnike. Edhe është e rëndësishme që të fillojmë sot, të fillojmë herët, të mbështesim gjithë këta kandidatë që janë duke kandiduar këto moment, qoftë kandidaturën time si avokat, si për senatin e shtetit të Michiganit, kandidaturën e Suzana Shkrelit, që ishte këtu sot në mbrëmje, që është kandidate për sekretarin e shtetit, kandidaturën e Robertit për kongres, është e nevojshme pa dallime në lidhje me partinë, por me dallimin e vetëm që është që jemi gjithë shqiptar amerikanë dhe jemi gjithë pjesë antarë të këtij komuniteti. Si vlerëson praninë, ti e the me pak fjalë, po do desha një përgjithësi. Po, prania e Suzit është normalisht shumë e rëndësishme. Unë Suzin, që dy jemi avokat. Dhe për koincidencë që 3 shqiptarët që janë duke garuar kësaj radhe janë 3 avokat. Edhe në një farë mënyrë të gjithë kemi arritur konkluzionin, ka përsipjen konkluzion individual që është e nevojshme për antarët e komunitetit tonë të japin për avokatët si ne të japim mbrapa këtij komuniteti, të kontribojnë, të japin atë kontribut që ky komunitet ka dhënë neve për vitesh fundit, sepse praktika ime, ju e dini shumë mirë, praktika ime si avokat është praktikë ndërtuar krejtësisht në lidhje me shërbimin ndaj popullit shqiptar, komunitetit tonë shqiptar këtu. Prezenca e Suzit është shumë e rëndësishme për mendimin tim, edhe për koincidencë kam një javë rresh që kudo që shkojmë unë me Suzin jemi bashkë. Nga eventin me event edhe djen dark për shembull ishim bashkë në tjetër event të ngjashëm me puna e tij. Suzana ka një fundraiser në datën 21, do i ftoj gjithë shqiptarët që të merrnin pjesë aty, gjithë ata që ishin këtu sot dhe gjithë që na dëgjojnë neve që do dëgjojnë nga televizioni shqiptar. Këto janë gjëra të rëndësishme. Natyra e sistemit politik këtu është ndërtuar në mënyrë të tillë ku neve ndryshe nga ato punët tona të zakonshme ku unë si avokat ofroj një shërbim, dikush paguon dhe unë pastaj jap shërbimin. Këtu kërkojmë thjesht pagesa dhe shërbimet dhe ofrojmë shumë më vonë. Kështu që fatkeqësisht kjo është mënyra si ndërtuar sistemi dhe jemi detyruar gjithë të përdispozuar gjithë që ta ndjekim këtë aspekt, këtë lloj fundraisers në mënyrë që të japim vlerë komunitetit tonë, të japim shërbimin e dur komunitetit tonë, dhe ky komunitet ketë më në fund përfaqësimin që meriton. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jam këtu me mikun tim me profesorin Altin Zaloshnja. Altin, është kënaqësi të shohim komunitetin shqiptar që po angazhohet gjithnjë më tepër në politikën lokale edhe të madhe amerikane. Paktën po bëjnë hape dhe përpjekje për të qenë të pranishëm. Dhe për këtë rast, prania e zotit Renis Nushaj në këtë garë na nderon të gjithë, na nderon ne si komunitet, por na nderon dhe me cilësitë që ai ka. Si e vlerësoni ju këtë? Unë e vlerësoj që ishte një aktivitet shumë i mirë. Komuniteti erdhi, njerëz të rëndësishëm nga komuniteti ishin prezant këtu
Dhe është ajo ideja që ne duhet të mbështesim çdo shqiptar. Çdo shqiptar, duhet të mbështesim Menis Nushan, duhet të mbështesim Shuzi Shpelin, dhe absolutisht duhet të mbështesim Robert Lugjurin. Kjo nuk është thjesht ideologji. Kjo është që ne duhet të përpiqemi për veten tonë. Fatkeqësisht kombion ka një rrugëtim të vështirë në histori. Dhe kjo ka ndodhur sepse nuk kemi qenë atje ku merreshin vendime. Tani është rasti që ne të jemi atje ku merren vendime. Dhe përmenda të shprehjen e Mithat Frashit, Mithat Bej Frashit, djalit Abdyl Frashit, ideatorit të Shqipërisë etnike, qofse mund ta Cilin e themi. lanë pas dere në Kongresin e Berlinit. Po, i cili thot, partia jonë është Shqipëria. Do më thënë, ne si shqiptar duhet të përkrajmë çdo individ, çdo kandidat shqiptar i cili ka hedhur kapelen në ring. Dhe kjo do jetë një derë e hapur për gjithë kandidatët e tjerë në të ardhmen, për gjithë njerëzit e tjerë të cilët duan që në politikën e këtij vendi të madh kontribojnë. Prandaj unë do i bëja thirrje komunitetit që të mbështesim gjithë kandidatët shqiptar kudo që të jenë. Ne, në historinë tonë, jemi mbështetur nga gjithë administratat amerikane. Wilsoni ishte demokrat, Eisenhower, që kundërshtoi dhënien e jugut Greqisë, ishte republikan. Bill Clintoni, i cili luftoi në Kosovë kundër çakjeve të Miloševićit, ishte demokrat. George Bushi, i cili njoh pavarësinë e Kosovës, ishte republikan. Donald Trumpi, i cili nënshkroi billën nga Kongresi që Kosova nuk do t'i jepen territoret, është republikan. Prandaj ne duhet të jemi mendje hapur dhe duhet mbështesim gjithë kandidatët tanë pavarësisht se kujt partie. Në fund fare është kjo, shqiptari ngelet shqiptar. Okay? Shqiptari ngelet shqiptar dhe nuk shkon mbas ideologjive. Në fund fare do votoj zemrën e vet që shkon mbi shqiptar. Altin, ju keni edhe një nismë për hapjen e një konsullate shqiptare si shoqat këtu në Michigan. Cila është kjo nismë? Po, unë bashkë me një grup njerëzish intelektualisht në komunitet kemi formuar një organizatë e cila quhet Beso të Diaspora. Qëllimi i saj është që të energjizoj komunitetin, që ta shikojë se sa vlera ka. Gjithashtu do punojmë edhe në anën edukacionale, por edhe në rritjen e ndërgjegjës civike, ndjenjën e ndërgjegjës civike të komunitetit, të angazhimit të komunitetit. Si dhe në rritjen dhe në përkrajën e aktiviteteve kulturore të kombit tonë, që ne ta dimë se jemi shqiptar, jemi një kombi vjetër, kemi vlerat tona të cilat nuk duhen asnjëherë hedhur poshtë. Në këtë moment, si iniciativë e parë, është hapja e një konsullate me drejta të plota këtu në qytetin e Detroitit, që do të thotë gjithë shtetet e Perëndimit të Mesëm, Illinois, Indiana, Wisconsin, Missouri, Ohio. Por edhe ato qytetet që janë në Ontario në jug perëndimore, siç është qyteti Windsor apo London, në vend që të shkojnë 700-800 kilometra deri në Ottawa, ku është ambasada shqiptare atje, mund të vinë këtu, të marrin dokumentat, të marrin pasaportat, të marrin certifikatet që duhet, ndërsa ne mos shkojmë deri në New York për t'i bërë to. Nga ana tjetër, kjo do t'japi mundësi komunitetit që të jetë më i involvuar, që të ketë pasaportë shqiptare, sepse ka njerëz që janë i moshkuar, ata nuk do shkojnë në New York që ta marrin këto. Dhe ne gjithashtu kemi fjalën tonë kudo në Shqipëri, duke patur parasysh se diaspora më në fund, mbas një përsiati të gjatë, partive politike në Shqipëri, që nuk duan që ato ishte pjesë, ka mundësi të votojnë. 25.000 shqiptarë votin nga Amerika për zgjedhjen në Shqipëri nuk është shifër e pandeshme. Në një vend ku konsiderohet që ka mbi 1 milion. Kështu që kjo është ideja. Ne duhet kemi një konsullat tu për ta bërë më të lehtë për gjithë shqiptarët aksesin tek dokumentat shqiptare dhe tek çdo ndihmë që ata mund të kenë. Kështu që ky është misioni i parë i organizatës Beso të Diaspora. Dhe mendoj se në fund fare vendimarrësit në Shqipëri janë ata që cilët ta marrin, por ne do bëjmë gjithë përpjekjet tona. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu i dham fund edhe emisionit ton për sonte nga ky event fundraisers apo grumbullim fondesh për kandidatin për senator në shtetin e Michiganit për Lansing, zotit Renis Nushaj. Ishte një mbështetje e gjithanshme, jo vetëm e miqve të tij, por dhe bashkëdhetarëve të tjerë, të cilët shohin tek Renisi mundësinë që një kandidat me aftësitë na përfaqësoj denjësisht në shtetin e Michiganit për të mbrojtur të drejtat e komunitetit tonë shqiptaro-amerikan, për të qenë gjithmonë më tepër të angazhuar në politikën amerikane, sepse vetëm kështu shqiptarët do dinë të mbrojnë edhe të drejtat
edhe demokracinë në territoret tona në vendlindje. Nga unë Rafael Floqi, miru takoshim në emisionet të tjera. Natë mirë.